Kadastra e Vlorës nuk po gjen sërish qetësi, jep dureqen drejtuesi i zyrës kadastrale në Vlorë, Genz Deromemaj. Institucioni kryesor i pronave në qytet mbetet sërish pa drejtues. Deromemaj është dorëhequr nga posti i drejtuesit të kadastrës pas më tepër se 4 muajve që e ushtronte këtë detyrë. Më 24 qershor 2025, Genz Deromemaj u emërua në zyrën e kadastrës së Vlorë në rolin e drejtuesit, teksa e ka mbajtur këtë post deri ditën e djeshme. Dorëheqja kjo që sipas informacioneve është kërkuar pikërisht nga vetë Deromemaj, e cila është pranuar dhe më pas lajmi është bërë edhe publik. Sipas informacioneve të siguruara, Genz Deromemaj besohet se është dorëhequr për arsye personale, më saktësisht për të përqendruar më tepër në punët e tij personale, duke hequr dorë nga posti i drejtuesit në zyrën e pronave në Vlorë. Gjithashtu, nuk përjashtohet as fakti që ashtu siç flitet, në vazhdimsi të jetë propozuar edhe një detyrë më e lartë si drejtues ndoshta një tjetër institucioni. Kadastra e Vlorës do të mbetet pa drejtues me një të tillë i cili do të ushtrojë kompetencat përkohësisht të drejtuesit, pjesë e stafit aktual të kadastrës, derisa për të merret një vendim ky për përcaktimin e drejtuesit të ri të këtij institucioni apo edhe për komandimin e ndoshta ndonjë drejtuesi në detyrë. Genz Deromemaj është drejtuesi i 20 i kadastrës së Vlorës, i cili do rishet apo shkarkohet nga detyra në 5 vitet e fundit. 12 prej drejtuesve të këtij institucioni u shkarkuan dhe u doroqën nga detyra për gjatë viteve, të cilat cilësohen si furtuna në kadastrën e Vlorës 2020-2023. Furtuna mori emrin simbolik pasi çdo muaj në këtë institucion, madje edhe brenda pak ditëve, kishte nga një drejtues të ri apo një tjetër të shkarkuar. 2 vitet e fundit, me sa duket situata është qetësuar paksa, ku drejtuesit në këtë institucion ndërroheshin çdo 5 apo 6 muaj. 8 drejtues të tjerë janë ndryshuar për gjatë vitit 2024, por edhe në 2025, të cilët kanë qenë në krye të institucionit të pronave në Vlorë.